Amari ishte arsyeja pse aeroplani u kthye 2 herë vetëm që ta marrë atë dhe ta dërgoi në Hax. Amar al-Mahdi Mansur al-Gaddafi ishte nisur që ta kryente Haxhin. Amari u ndalua në zyrën e imigracionit për shkak të dyshimeve në lidhje me mbiemrin e tij al-Gaddafi, i cili ende ngre alarmin në disa sisteme sigurie për shkak të trazirave politike në të kaluarën në Libi. Ndërsa grupi i tij hipi në aeroplan, Amari u mbajt për të marrë në pyetje. Pavarësisht lutjeve të tij të përsëritura, thuhet se ekuipazhi i fluturimit vendosi të nisej pa të, por Amari nuk u dorëzua. Nuk do të lëvizë që këtej nëse nuk është drejt Haxhit, u tha ai zyrtarëve. Menjëherë pas ngritjes, aeroplani u përball me një problem teknik dhe ju desh të kthehej. Pas një riparimi të shpejtë, ai u ngrit përsëri, por një tjetër problem e detyroi aeroplanin të kthehej. Pas uljes së dytë emergjente, sipas pasagjerëve, kapiteni bëri në njoftim. Betohem se nuk do të fluturoj përsëri nëse Amari nuk është me ne në këtë aeroplan. Autoritetet më pas e lejuan Amarin të udhëtonte. Në përpjekjen e tretë me Amarin në bord, fluturimi u nis me sukses pa probleme të mëtejshme. Historia u përhap shpejt në mediat sociale, ku shumë e quajtën atë si një shenjë të ndërhyrjes hyjnore. Duke folur më vonë për mediat lokale, Amari tha: "Doja vetëm të shkoja në Hax dhe besoja se nëse ishte e shkruar për mua, asgjë nuk do ta ndalonte."